Në Europe House në Tetov janë promovuar 3 vepra të autorit Merxhan Jakupi. Bëhet fjalë për librat Dioptria politike në Ballkan, Çaushi dhe Medalioni gjeopolitik. Sipas recenzentit Bardhyl Zaimi, Merxhan Jakupi kultivon një diskurs të matur dhe të hapur, një koncept modern mbi perceptimin e realiteteve, qoftë në nivel global, ballkanik apo në nivel të problematikave të shtresuara shqiptare, që mbeten gjatë tërkohës plagë të dhimbshme të pashëruara. Diskursi publicistik i Merxhan Jakupit gjithnjë mbetet antitotalitar, një diskurs që përpiqet të dekonstruojë narrativat dominuese, narrativat folklorike dhe ideologjike. Bëhet fjalë për shkrime të cilat në një farë mënyrë trajtojnë realitetet përgjithsisht, domethënë gjeopolitike, me një sistem referencial, do të thoja, të jashtëzakonshëm, duke filluar domethënë nga antikiteti, duke u përvijuar përmes studimeve të filozofisë të themi politike, siç është Karl Popper dhe Henry Kissinger. Shkrimet e Merxhan Jakupit realisht domethënë eksplorojnë pikërisht me këto realitete gjeopolitike, por njëkohësisht fokusi i shkrimeve të tij mbahet domethënë në atë që ne jemi mësuar domethënë ta quajmë rajoni i trazuar i Ballkanit, dhe në veçanti me tekst të veçantë domethënë të problematikave me të cilat ballafaqohen shqiptarët pikërisht në këtë konstelacion të gjerë, të themi global, por edhe ballkanik. Pikërisht edhe problematikat identitare trajtohen nëpërmjet kësaj qasje të hapur dhe gjithëpërfshirëse, duke ruajtur brenda vetes substancën e përvojës personale, të botë formimit të tij kulturor, e që ju jep jehon vlerave dhe sistemit referencial evropian. Unë si mërgjimtar do të vazhdoj të shkruaj me rahat, edhe pse gjindem në mërgjim, mirë po unë kam qenë i lidhur me vendindjen shumë shpirtërisht, dhe gjithë veprat e mia, siç kam treguar më para, janë lidhje me vendindjen, me troje shqiptare dhe Ballkanit. Si mërgjimtar ndihem shumë krenar dhe entuziast që jam në xhirin, jam së bashku me bashkëtarët, me shokët, me miqt, me tetovarët, dhe kështu pra vazhdo t'i shëndet. Unë, siç thash, edhe pse nuk lexohet libri, ne si krijues, dhe unë do të vazhdoj edhe më tej të shkruaj, të lëm, me thënë, të trashëgojmë për brezat që do vinë. Në promovimin e veprave të Merxhan Jakupit kishte të pranishëm shumë shkrimtar, mysafir të tjerë dhe përfaqësues të shoqatave të shkrimtarëve. Merxhan Jakupi është një publicist nga Tetova që jeton dhe vepron në Zvicër.